Rikthehemi tek dita e sotme, zoti Beqiri, nuk e di nëse keni qenë bashkë me Mark Nikën që sot shkoi në SPAK apo jo, po besoj keni informacion. Pse ishte sot ai në SPAK? Jo, në fakt në SPAK kishim menduar familjet e 4 të vrarëve që të shkonin sot tek SPAK, të mos merrin pjesë në ceremoninë shtetërore, edhe deri orët e vona të natës, domethënë dje. Ata nuk donin të shkonin në atë ceremoni shtetërore, por ato tufat me lule do t'i qonin në SPAK, në derën e SPAK-ut, edhe domethënë me atë me mesazhin që i vrau Saliu dhe po i rivret SPAK-u. Kjo ishte ide familjare. Pak e rënd kjo, avokat, është reale. Ishin dakord të gjitha familjet me këtë lloj qasti? Jo, nuk ishin, nuk ishte familja e Markut, edhe me që Mark Nika nuk era dakord, dhe nuk u konsideroi atëre dhe ju hoqi dorë pjesa tjetër. Hoqim dorë gjithë edhe pjesa tjetër dhe nuk u realizua një gjë e tillë. Por nuk është e rënd. Pse nuk është e rënd kjo që do të bëni? S'duam ta pranojmë, duhet jemi objektiv, edhe SPAK-u, domethënë është dashur pa dashur ka rënë edhe në pozitat e të anshmit për të mos thënë që po bëhet pjesë e krimit me mos hetimin e kësaj çështje. Edhe qysh në fillim domethënë e ka refuzuar që ta marrë në shqyrtim këtë çështje dhe ta regjistrojë si procedim penal. E dim fare mirë që si ju përgjigj kallëzimit që u bë. Pra u bë kallëzimi në shkurt vitit 2023 dhe SPAK-u tha nuk jemi ne kompetente prokuroria. Ne e quam me ankim në gjykatën e shkallës parë dhe atje gjyqtarja që ka sot për të gjykuar me treshën e vetë Sali Berishën për kompleksin Partizani, ajo tha që nuk e regjistrojmë, tha ka vepror drejt SPAK-u që nuk e regjistrojnë 21 janarin. Është e njëjta gjyqtare ajo që e refuzoi. Dhe dim pasaj procedurën që e quam në apel. Okej, që të mos vonohemi tek ajo. Se ju mendoni që sot dhe tani pse SPAK-u është pjesë toni ju e mos hetimit. Jo thjesht dhe vetëm pse refuzoi, domethënë që nuk e mori fillimisht. Nuk e mori fillimisht. Por SPAK-u bëri krimin më të rënd, do thoshja unë, mbas vendimit gjykatës Strasburgut. Vendimi i gjykatës Strasburgut është marrë në datën 23 nëntor 2023. Dhe SPAK me njëherë. Pra ka kalu mbi 2 vite? Po 2023, 23 nëntor 2023 ka marrë vendimi gjykata e Strasburgut. Dhe gjykata e Strasburgut, kur mori vendimin e saj në 23 nëntor 2023 dhe i erdhi Shqipërisë, atëherë SPAK kryesisht me njëherë do të bënte regjistrimin penal, se kishim bëj me i krim shtetëror, dhe SPAK-u për këto krime u krijua faktikisht në 2019. Për këto krime, për Gërdecin, për 21 janarin, kur të vjen në Strasburgu një vendim i tillë, ti me njëherë do regjistrosh procedimin penal kryesisht, se ta lejon ligji. Ata nuk e bën 23 nëntor. Ne në datën 15 dhjetor 2023-shit, unë, domethënë, bëra shtesën e rekursit për gjykatën e lartë dhe ja çova unë vendimin e Strasburgut gjykatës lartë. Vendimi gjykata e lartë e ka dhënë në datën 24 mars është vendimi i kolegjit penal 2024. Në nëntori i 2023-shit, edhe deri kur u bë gjyqin kolegjin penal gjykatës SPAK nuk do të na merrte në dorë. Nuk e mori në dorë. Mirë, jo vetëm kaq. Por